t'ishte aq keq nuk votoni çdo radhë Partinë Socialiste Pensionistët. Ka marrë fund Shqipënia daj. Sa kohë keni bangrëmish? Se këta vinë nga sistemi komunist, tani e kanë 230, i thot i mor 250.000 lekë thata. Edhe kështu që Çfarë bën një pensionist me 250.000 lekë? Kjo shteti zi i joni që na ka kap. Nga ty duam një mendim shkurt për dyfishimin e pensioneve në vitin 2030. po situata e pensionistëve nuk është aq dramatike sa që thonë njerëzit, pasi pensionistët kanë shtëpitë e tyre, kanë fëmijët jashtë shtetit, kanë qiraxhi në shtëpi që nuk i deklarojnë pa kontrata, ka që punojnë në të zezë, dhe kështu që janë aktiv pensionistët, mos kujtosh se pensionistët vetëm çfarë ju jep shteti. Pastaj duhet patur parasysh që një rrok, Aktiv pensionist. një rrok Në çfarë drejtimi aktiv? Në gjitha drejtimet janë aktiv. gjitha aktivet. Po ta kapish në kooperativat bujqësore, domethënë, para viteve 90. Një punonjës merrte 1 euro në muaj, domethënë, me vlerën e sotme, se i bite 30 lekë, 3 lekë, 3 merrte, domethënë ditë në punë, në kooperativë. Domethënë 30 ditë i bite 1000 lekë. Edhe tani pensioni shkote në 500 lekë, 700 lekë, domethënë në muaj. Sot një pensionist e ka për shembull 230 afërsisht, domethënë rrogën. Kemi një rritje me 200 herë pensioneve nga sistemi kooperativist në ditët e sotme, domethënë që është rritur 230 fish në asnjë vend botës. Okej, duke qenë se është rritur 230 fish, ti me 220.000 lekë, ja del dot muajin? Po të thash më se ja dalin më smiri pasi Ne po flasim ato ç'a deklarohet. Për deklarim. Për ata domethënë që ata jetojnë më mirë se sa ne që punojmë, vëlla. Pensionistët. Pensionistët, çdo gjë e kanë në rregull. I kanë pushimet jashtë shtetit, i kanë në Athinë, i kanë në Itali. Ka që morin pension edhe në BE edhe këtu, nuk e lën pensionin këtu. Në BE morin minimum jetik 1.000 euro sa e Ka ka. dhe na i lek Rama që ka qenë në Itali. Je më vllas, unë i përjetoj, unë aty kam çdo ditë i kam në Francë, i kam pensionistët, unë i di. Pensionistat shqiptarë që marrin pension francez. I ndihmojnë për kthime se ngelin rrugëve, domethënë i orientoj, edhe ata më shpjegojnë gjitha gjërat, Nuk është aq dramatike sa e bëni ju, më vëlla, çdo gjë është rregulluar. Ti sa aq keq nuk votoni çdo radhë Partinë Socialiste Pensionistët. Ajo po jep lek Rama. Ata janë, pra më vëlla, ti e di vetë problemi, kërkon të manxjerësi me grep, manxjerësh mu. Ku është problemi që di unë, me që ti e di ke. Po, tani ne përpiqemi të bëjmë zhurmë që për vetët ta kemi pensionin e lartë, se këta që jenë Kipris që e ka tani, këta jenë të kënaqur, domethënë, se këta vinë nga sistemi komunist, tani e kanë 230, i thot i mor 250.000 lekë thata. Edhe kështu që Çfarë bën një pensionist me 250.000 lekë? po thash më vëlla se nuk ka qira. Thash që ka fëmijë jashtë shtetit. Thash që ka qiraxhi që nuk i deklarojnë. I kanë shtëpi, se e ka shtëpinë 3 kaçe, 2 katë i jep me qiraxhi, katin e tretë ma vet. Edhe kur vjen funi as blen asgjë se i ka rrobat aty, i ka me tonelata i ka. Ajo që nga kohën verë edhe rrobat. As se preket gjë. Po ka që punojnë dhe në zezë dhe domethënë çdo gjë është vaj për ta, mos e vrit mendjen, ti ishe pensionistët 80 vjeç, 90 vjeç, bëjnë sport te liçeni artificial, e shëtisin domethënë me syze rajbone, e mbajnë veten me kollare. Ja, se po. Zotëri, përshëndetje. Ky zotëri sapo tha që pensionistët janë në rregull. Me 230.000 lekë janë shumë të kënaqur. Ti si mendon? Je i kënaqur me 230.000 lekë një pension mesatar? Kjo shteti zi i joni që na ka kap. Nuk kemi ka shkojmë. Pensionistët janë në nxjihan bukë shtëpia. Ata pensionistët e ulta. Për veta duan miliona qend e pazarit. Marrë vesh apo ja? Qeveria thotë që do t'i dyfishoj pensionet. Kur ti dyfishojnë, hemi që pa. Si do ta dalësh ti tani me dyfishimin e pensionit? Dalim më sa e që se të dyfishojnë. Sa pension merrni? Ha? Sa pension merrni? Unë marrë 180.000 lekë. Herë 2? Po se nuk e di unë. Po i bon herë 2 atëherë, jemi dakord. Për ndryshe, e merr miliona ata zakartë atje. Ndërsa na nuk kemi bukë më hëngën e pensionistët. Edhe nëse ty do dyfishohet pensioni ti në rregull. Kalem si krymi në rgurt, avash, të hesim në atje dhe. Ju thatë që pensionistët janë bërnut. Bërnut janë.
Pra nuk e dalin dot. Se dalin absolutisht jo. Zero. Nga ana tjetër, Ha? Belinda Balluku është akoma në detyrë. Firmos tendra. Ku gjen gjithë këto lekë kjo që firmos kur Tash jeta- shteti s'ka lek për Unë nuk i di, nuk i mund t'i bëj ato llogari unë fare. Po do të them këtë që ata po bëjnë numra nga më të ndryshmet që popullin e morën në qafë. Kushdo, ndash këni, ndash djathtë, ndash majtë, njëjtë në shkretë që në ka jetë. me popullin apo edhe me pensionistët. Po dhe pensionistat kanë dorën e vetë, mo janë të vuq këti, që kanë pensionet e ulta. Po si ka mëse që ka njerëz tu që thonë që jemi shumë në rregull. Po ka në një që ka pensionet e lartë, po pse jo? Na nuk mund t'i bjem hash ati personi. Sa vite punë keni ju? Po, kam vite punë e mirë, po ka qenë një ligj atëherë në atë kohë, po mos e plotësoshe muin, domethënë ata ta shkurtojnë pastaj. Vitin, shkove viti dam, unë i kam rreth 37 vjet punë, 37 vjet punë. Po ka një pension i varfër. Pra ti e dije që kishe një pension të varfër. Ti e dije që kishe një pension, do dilte një pension i varfër, para paka shumë e bëj para përgatitje për Po, veten tënde. para përgatitje që shishja në për shokët se atë llogarisë në bëjnë unë, bëjnë ata zagarda dhe hajtuta dhe vjenë kërë vendit, që vjenë për vete. Çfarë duhet bëjmë ne ta ndryshojmë këtë gjë? Që dhe bëjmë? Ju qunët e ri e kini ndore, këmona, unë më mzihet për rrugë. Po ju keni qenë të ri? Po këmë qenë dhe rina, bëm lufësën ne, e ne kemi majtë këtë den. Ju e mbajtët. Po kush? E majti Serbi, që majti? A marrë veshtë, ne e majti. A është gati rinia që të ngrihet edhe njerëz si ju që ta mbajnë këtë vend apo po rrëshket në pak? Rinia pa, aja ka ndorë ju. Ju si e shikoni rinin sot? Ka marrë, më rinia ka hikë, ka më rinia, qa rinia ku ke rinia ma, ka marrë fun Shqipnia daj. Ka marrë fun ka hikë Shqipnia, s'ka Shqipni ma. Dhe shi ka vesh këta dha pa shëngë që vjeli me miliona dhe kash. E knaqur si janë, se i 160 vjetë e kam po, për që vese qisë. Si e bëni me ato 160.000 lekë që merrni? Si i prisht? Si është ty një muaj? Po shtim, e qisë, po, me zarë, po, Me gjilpër? me kursime. Si ka mundësi gjithë jetën vetëm me kursime shqiptare? Po, që të bëjmë, aqë që kemi. Thuhet që në 2027-ën Do ngërjen. qeveria do të dyfishoj. Po, inshallah. Inshallah në ngre. Kur ti ngrej pension, me çfarë do i prisht? Si do i prish, do marrë më shumë gjëra. Për shembull mishe, gjëra s'marrë, kështu gjëra. Jo. Sa kohë keni pa ngrënë mish? Jo, mishi nuk e haj, në fakt edhe të kisha lek. Për shkak të moshës apo? Jo, unë marrë vetëm pula për shembull. Aragosta, gjëra det. Gjëra kështu, nuk e kam qef shumë mishin, kështu që e kursekëm. A hani peshk, gjëra detit, gjëra shtrejta? Peshkun e haj, po më bëni që shkoj e vjell dhe nuk e haj dot. Ku shkojnë, se kam qunin E ke nga Itali. çmimi apo? Jo, më bërë nuk e di. Kurse herën e fundit e kam hangër, edhe nuk e kam gjitë se ku kam shku ke quni, se ato më bëjnë peshkun e përdorin. Gjatë kohës që ju keni qenë në jetë aktive, e kishit menduar që do merrni një pension të tillë? Jo, po s'kisha vjetër si punë, kisha 26 vjetë. Dhe me si 6 vjetë, 106 vjetë, me thënë drejtën, ku ishte sala, e kisha 8 vjetë. Edhe vetëm i hem ka shtu 500 lekë. 500 lekë. 500 lekë. Ti sa që keq nuk votoni çdo radhë Partinë Socialiste pensionistët. Kurse tash i paktën ka shkuj 106 vjetë, jo so shumë. Nga 90 160. Po, Prap do u rritet. prap do na rrisi. Kështu që bere që vesem. Këtë bonusën e fund vitit, shifrën që ka vendosur kryeministri për 150.000 lekë jeni në rregull. Po. Ose 15.000 lekë të re. Po, kur e shoh që s'kam pas fare, prap bere që ves do them, apo jo, si thu. Qofsh mirë, faleminderit. Gjithë të mira dhe juve. Respekt.